Kam në lidhje me Skype zotin Fatbardh Kadilli, ish deputet, po ashtu edhe ish kandidat për kryetar i Partisë Demokratike. Zoti Kadilli, ju përshëndes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Kadilli, në gjykimin tuaj i fitoi këto zgjedhje Edi Rama apo i humbi Sali Berisha? Është vështirë të ndash, por në thelb ka humbur Sali Berisha dhe e gjithë opozita. Jo vetëm Sali Berisha, sepse nuk ishte realiteti vetëm opozitar, por ishte realiteti kryesor opozitar. Kam qenë i bindur që Berisha nuk do të mund të mobilizonte dot një opozit për ta kthyer atë në alternativë. Përfaqëson një model të vjetruar politik, përfaqëson një model të kapërcyer në politik. Shqiptarët e kanë provuar dy momente të qeverisën nga Sali Berisha. Mirë keq kanë dhënë verdiktin e tyre që në vitin 2013 dhe rikthimi ishte për nevojat e tija politike dhe personale, por jo në shërbim, jo në dobi të demokratëve apo të opozitës tërësi. Kështu që përgjegjësia për mua e parë është e Berishës. Përpara pak ditësh ju sollet edhe një status të disa viteve më parë, tuajin, sa i përket Partisë Demokratike. Ç'është kjo pamundësi ndryshimi brenda PD-s, çka e thonit edhe në status? Partia Demokratike ka një problem shumë të madh, ka një ngurtësim, ka një refuzim për të arsyetuar dhe për të përshtatur në ndryshimet e ka shoqërisë. Në qoftë se në 91-shin Partia Demokratike përfaqësohej nga Sali Berisha dhe Partia e Punës dhe pas Partia Socialiste nga Rami Zalia, nga krahu i majt janë ndruar 3-4 breza politikanësh, nga Rami Zalia tek Fatosnano, tek çifti Maj Mometa, Nano përsëri dhe Edi Rama në fund. Ne vazhdojmë të rrim tek i njëjti model politik. Dhe kjo e lodh elektoratin. E mpin vetë organizatën, sepse organizata Partia Demokratike është e gjitha rrotullohet rreth Sali Berishës. Raporteve personale të individëve që janë në karrierë në forume me Sali Berishën. Kjo e pamundson ndryshimin. E pamundson qasjen me kohën e re. Ata që kanë lindur ditën që Sali Berisha është bërë kryetar partije, sot janë 34-35 vjeç. Është papranueshme kjo në kulturën politike demokratike. 34 vjet nuk kanë Enver Hoxha 40 veti. E kuptoj. Zoti Kadilli, dakord. Të ndalemi pak në një pikë, por Berisha thotë që zgjedhjet mu vodhën, ishte krimi organizuar, ishte administrata. Si e sheh këtë që thot Berisha, që mua sërish mu vodhën zgjedhjet dhe nuk jap dorëheqje, ose më saktë lart kuptohet që nuk jep dorëheqje nga kryetari i partisë? Po nis nga kjo e dorëheqjes. Është në statutin e partisë, madje e shpalli me triumf Neni Basha, sepse dhe Basha t'i gjitha, mi vodhën zgjedhjet. Nuk dha dorëheqje. Tani dhe Berisha thot mi vodhën zgjedhjet, nuk do t'i japi dorëheqje. Për çfarë duhej Neni Basha, pas ka qenë mirë Basha? Kur u rrëzua dhe demokratët e larguan Bashën nga partia, e larguan me besimin e gënjeshtër se Sali Berisha ja dilte t'i mbronte votat, madje përkund për më tepër do prodhonte më shumë votë. As nuk prodhoi më shumë votë, as nuk i mbrojti votat. Kemi realist, zgjedhjet kanë pasur probleme jo të vogla, probleme të mëdha. Pavarësisht për raporti i OSB-Odirit, çdo palë zgjedhje vjen me konkluzionin e përgjithshëm që zgjedhjet e këtij viti ishin më të mira se ato paraardhëse. E vërtet. Por kjo është zgjedhje të mira për Shqipërinë. Ndërkohë ne nuk na duhen më zgjedhje të mira për Shqipërinë. Ne na duhen zgjedhje të mira me standarde europiane, sepse pretendojmë që po afrohemi antarësimit në Bashkimin Evropian. Zoti Kadilli, a mendon se do t'i pranoj mandatet PD-ja, sepse tani po thonë që zgjedhjet janë vjedhur? Kështu që logjikisht nuk duhet që t'i pranojnë mandate me zgjedhjet vjedhura. E kuptoj pyetjen tuaj, por Partia Demokratike dhe Sali Berisha kanë pasur një qëllim të qartë, të jenë opozita zyrtare në parlament. Kuptoj. Nuk kanë dashur dhe nuk kanë shpresuar që do të fitojnë, ne kanë ditur fare mirë. Dhe kjo është tradhtia më e madhe që është bërë opozitës. I vetëdijshëm ka qenë Sali Berisha. Nuk kam qenë vetëm unë i vetëdijshëm që denoncova
3 vjet e gjysmë përpara duke i thënë mos u kthe në kryet se partije, se ja vret të ardhme kësaj partije. Na lër të përqafojmë një të ardhme të re, të ndërtojmë një parti të re, të ndryshme. Por partia u kthye mbrapsht edhe më keq tek kryetarokracia dhe dominohet nga forume ku individët që bëjnë pjesë në to kanë kriterin e vetëm besnikëri ndaj Berishës dhe jo ndaj demokratëve, jo ndaj opozitës, po besnikëri ndaj Berishës, dhe kriterin tjetër që mundësisht i kanë thënë mendjes i këmbushur. E kuptoj. Nuk mendoj. Zoti Katilli, për të ndalur pak në një moment edhe paksa teknik, sepse ju mund ta dini shumë më mirë. Po të shohim këto zgjedhje për shembull, Partia Socialiste është pothuajse në të njëjtat kuota me 2021-shin. Pjesëmarrja është pothuajse në të njëjtat kuota, rreth 79% e qytetarëve që banojnë në Shqipëri, por Partia Socialiste ka 8 mandate më shumë. Dhe kjo vjen saj kodit apo ndryshimeve në kod që bëri Berisha me Edi Ramën. Pse ndërmori këtë hap Berisha kur mund ta godiste kaq rënd opozitën? Si e sheh? Sepse përsëris qëllimi, objektivi minimal i Berishës ka qenë kontrolli, dominimi i opozitës. Mos ketë opozitë tjetër përveç tij. Dhe duke qenë se nëpërmjet këtij sistemi partitë e vogla neutralizoheshin, asnjësohesh. Ju pamundsoi garën, duke përfituar dhe nga një realitet opozitar të rësisht i shtrembruar i partive të vogla, të cilët shpërdoruan nevojën që ka shoqëria për të krijuar një gjë të re politike, u treguan delirant, të pas zot për marrëveshje, dhe për më tepër me një luftë të pa princip në njëri tjetrit, një lloj si leadershipi i partive të mëdha. Prandaj nuk sollën asgjë të re. Dhe megjithatë morën shumë vota, sepse njerëzit presin ndryshim, duan një politikë ndryshe, nuk duan më politikën e Ramës, që glorifikon veten, e shndron veten në Mesia, që glorifikon punën e tij, e kthen në fasadë. Jo thjesht fasadët dekorative të pallateve, fasadë, puna, reklam nga mëngjesi në darkë, një mungesë e qartë strategji ekonomike, arrogancë e pafund, korrupsion i përmasave të panjohura më parë. Por nga ana tjetër, edhe Partia Demokratike në drejtimin e Berishës vazhdon me një sjellje agresive, me kulturën e luftës klasave ne dhe ata. Në momentin që ti vazhdon të ndash Shqipërinë në ne dhe ata, e ke humbur gava. Sepse pushteti ka shumë të tepër mjete se sa ty, me ne dhe ata. E qartë. Nëse ti kopjon pushtetin që është i korruptuar, po ti je një çik më pak i korruptuar, nuk bën dallim, është si ajo anekdota, është një çik me bar apo shumë me bar. Do pjell pas 9 muajsh. Zoti Katilli, po me subjektet e reja politike apo të vogla apo nuk e di se si t'i quaj, Basha duket se zhgënjeu, nga çka po shohim deri tani nuk po nxjerr veten. Zoti Dashej dhe Enkelida Libeaj pak vota, rreth 5000 deri në këto momente. Lapa i ka futur vetëm veten me Nismë Shqipëria bëhet. Shehaj diskutohet mandati i dytë, tek Qorri një mandat. Çfarë po ndodh me këto subjekte politike që hyn garë? Nga një koment për secilin sa më shkurt që t'jede mundur. Pse nuk u fut Basha, pse nuk u fut Shehi, çfarë ndodhi me të vegjlit? Uroj që Basha më në fund këtë zhgënjyer vetveten, pasi ka zhgënjyer çdo me cilin ka punuar. Sepse të katandisesh nga kandidat për kryeministër në 2021-shin, në njëri që nuk arrin të mbledhë çdo të vota për të nxjerrë një mandat në Tiranë, ku duhet vetëm 2.5% e votave, më në fund ai ka kuptuar se sa i pa zoti është për profesionin e politikës dhe është shembulli se si nuk bësh dot politikan duke ta dhuruar pushtetin, duke ta dhuruar funksionin. Sa për zotin Alibej, ka përshtypjen se morin qafë edhe zotin Shehi. Alibej drejtoi për 1 vit e gjysmë Partinë Demokratike dhe nuk bëri një konferencë për shtyp, nuk bëri një aksion politik, nuk bëri një mbledhje të grupit parlamentar, nuk bëri një konferencë partijake. U shëllye kafeneve rrotull Partisë Demokratike dhe kaq. Zoti Shehi u përpoq të bënte aleancën e duhur të djathtave, të partive që kishin dalë nga barku i PD-s, përfshi Alibejaj dhe Basha, por egoizmi, deliri i këtyre dyve e pamundsoi. Sa i përket zotit Qori, mendoj që ishte i vetmi që kishte terren shumë të mirë mbas zgjedhjeve lokale, por u kthye në zymtësi, u kthye në
në një gjë që shpaltet të ligën, të keqen dhe jo gëzimin dhe ardhmërinë që do projekti votimit. Tre të tjerët, Shehaj, Lapaj, Shabani, kam respekt për qasjen kompromisi dhe me stil negociator të Shabani, por ta dy tjerët të mbërthyer nga deliri, çuan njëri tjetrin në përgjyqje, në për akuza dhe nuk kuptuan që duhet ishin bashkë, bënin një front. Po këta janë individ që kanë vendosur të jenë kryetar dhe pastaj bëjnë një parti, në të cilën janë këta kryetar. Nuk funksionon kështu politika dhe as partitë nuk bëhen kështu. Mund të harxhosh para sa duash, mund të kesh. Mund të bredhesh lart e poshtë dhe të bësh karizmatikun, të përtasish si showman. Nuk shpërblene. Përfaqësisht, për fat keq shpërdoruan mundësinë e artë që ishin në këto zgjedhje, që shoqëria shqiptare kishte një alternativë të tretë. Dhe kush kur gjoj këta analizat i thon kishte alternativë, jo s'kishte alternativë. Se nuk mund të jetë një alternativë, një parti e vogël që pa dalë akoma nga veza zgjedh për mikrofonin. Lapaj me Qorin, dhe të ti marrin mikrofonin. Apo Shehaj me Lapajn, duke akuzuar njëri tjetrin, sikur e kishin luftën me njëri tjetrin, jo me Ramën apo me pushtetin. Si ishin zot bashkoheshin. Si ishin zot krijonin ura, qoftë edhe me Partinë Demokratike. Qoftë edhe me grimca të tjera opozitare. Si ishte i zoti Basha, Libej, Shehaj bashkoheshin. Kjo tregon që janë individ që pluskojnë, se ai guri pallapet që thoshim që hidhin ujë dhe pluskonte 2-3 herë, 5 herë me ujë. Ja, marrin 2-3 mandate, ke 4 i bjen ujë. Zhyten. E kuptoj. Zoti Katilli, Berisha na ka thritur qytetarët në protestë dhe ka thënë që do ta bëjmë këtë protestë që t'i tregojmë edhe atyre që do të vinë nga BE-ja, mbahet në ditën e samitit të Komunitetit Politik Evropian, se zgjedhjet janë vjedhur. Çfarë po u thot demokratëve, çfarë po i thot pushtetit të Edi Ramës dhe çfarë po i thot evropianëve në gjykimin tuaj? Nuk ka asnjë aksion politik të Berishës pa protestë. Është vetëm ja vegël që ditë bëj dhe edhe bën mirë. Dhe për shumë që proteston në mënyrë absolute. Çdo protestë është legjitime, aq më tepër që ka bazament të fortë me ato çfarë janë raportuar deri tani në media, që ka goxha shkelje, abuzime të pushtetit me mjetet e administratës, me presionin e tjera. Përdorimi dhe i faljes gjobave e tjera. Të gjitha janë mjete abuzive në zgjedhje. Natyrisht nuk kanë lidhje fare me rezultatin, por janë mjete që janë përdorur dhe legjitimojnë çdo lloj proteste, ankese, procesi gjyqësor, procesi politik po desh. Dhe për shumë mirë që proteston dhe atë ditë, që janë gjithë liderët evropianë dhe do ta marrin vesh, dhe të shohim a do të ketë eko, të zërë gjë në vesh të këtyre europianëve protesta e Partisë Demokratike? Se më afër se kaq Berisha nuk ka për t'i pasur ndonjëherë liderët europianë gjithë mbledhur së bashku dhe vetëm 300-400 metra nga ku do protestoj. Pasi e dëgjojnë, pasi ja besojnë të vërtetën që servir ai, pasi nuk e dëgjojnë, kjo mbetet për tu parë. Uroj që liderët europianë ta marrin seriozisht si protestën, ashtu dhe rezultatin e zgjedhjeve, dhe të presojnë qeverinë dhe gjithë politikën shqiptare për të bërë zgjedhje të mira europiane, jo të mira për Shqipërinë. Kur kam lexuar edhe sa i përket asaj çka ju premtonit kur ishte kandidat për kryetari i Partisë Demokratike për të çuar një parti demokratike tek një gjenerat tjetër dhe për ta ndryshuar atë. Sot, me këtë Parti Demokratike e cila ka humbjen e 4 të radhazi, por si thot ajo janë vjedhur zgjedhje sipas Berishës. A ka ndonjë risi si mund të shkohet le të themi drejt një partie demokratike që të jetë garuese dhe të mund të marrë pushtetin më pas? Ata që mbajnë dhe fërkojnë me dorën në xhep ato mandate që kanë futur në xhep, ata kanë një përgjegjësi të madhe. Se janë të vetmit që kanë fituar kur gjithë demokratët dhe gjithë opozita kanë mundur. Do vazhdojnë të qëndrojnë besnik marrëveshjes me Berishën për të shërbyer pafundësisht Berishës. Do reflektojnë ata, ta detyrojnë të reflektojë dhe Berisha, apo do braktisen nga demokratët gradualisht. Siç ndodhi dhe në këto zgjedhje, siç ndodhi në zgjedhjen e 23. Kjo është përgjegjësi politike e tyre. Unë i bëj thirrje çdo opozitari të reflektojë, të kuptojë që koha na ka lënë mbrapa. Ne jemi mbrapa kohës, ne nuk i përgjigjemi ndryshimeve të kohës. Sepse politika nuk është një shëtitje elektorale me një thes me premtime si karamele. Sta e dorogën, kaq do ta bëj.
Jo, nuk është kjo politika, nuk është kjo fushata. Politika është të ngjallës besim që shqiptarët të besojnë 4 vjetët e ardhshme të jetës tyre, të fëmijëve tyre, të ekonomisë tyre, të drejtave tyre. Në qoftë se ti nuk i jep garanci që ti je ai që ja mbron, nuk votojnë. Madje edhe falin dhe e shesin votën, po, sepse nuk të besojnë ty. Dhe mos ankohemi për shqiptarët që shit kanë votën. Apo u trem kanë. Ai që do ndryshimin dhe beson që ti je ndryshimi, të ndjek nga mbrapa. Fakti që nuk të vjen nga mbrapa, edhe nëse e shet votën, edhe nëse tremet dhe zvoton, tregon që ti nuk je besim. Tregon që për atë... Po, por një nga tezat që përdor në për shumë eksponent PD-s është ky popull nuk e do ndryshimin. Tani e ka fajin populli në këtë mes? Ne të ndrojnë popullin këta po i quaj tamam. Kush e thot të, është një majmun politik. Jo njëri politik. Të ndroj popullin edhe, çka gjej një popull tjetër. Kur si pëlqen populli. E kuptoj. Zoti Kadilli, ndalemi edhe në një pikë të fundit faktikisht. Përpara se të zhvilloheshin zgjedhjet, kishim SPAK-un, takime me policinë, takime me prokurorinë e përgjithshme, takime të ndryshme, kemi ndërtuar struktura për parandalimin e tjetërsimit vullnetit qytetarëve, për votën, për çdo lloj gjëje tjetër. Sot OSBE-ja thotë që ka probleme me administratën shtetërore, ka probleme me intimidimin. Nga Brukseli është po i njëjti mesazh. Partia Demokratike e Opozita thotë po të njëjtën gjë. Sa funksional ishte SPAK-u me strukturat e veta për ta parandaluar tjetërsimin e vullnetit qytetarëve? Në mënyrë absolute, struktura që ngriti SPAK-u kishte efekt parandalues. Le të themi hapur. Këto janë zgjedhjet e para që nuk pati as të vrarë as të plagosur. Përveç 2-3 incidente të dhunshme të vogla, nuk ka pasur. Dhe këto janë zgjedhjet e para ku janë arrestuar disa njerëz dhe janë mbi 40 procese të hapura për blerje votë. Po. Pa etiketuar nga cili kamp vinë. Pra, këto janë zgjedhje ku forca e ligjit ka vepruar në kohë reale, gjatë fushatës, jo si Kofini pas të vjeli. Ndaj, të japim hakun, atë që meriton, a duam ne më shumë, po duam më shumë. Po dhe vetë përmbajtjen e shtoj, edhe ndëshkimin e realizoj, parandalimin, po themi, e realizoj, në një mas, të lavdërush. Por ne du t'i japim besim këtyre institucioneve, jo ti shënjestrojmë dhe t'i akuzojmë pa fund, sepse humbjen ton, pazotësin ton, për të mobilizuar votë shqiptarësh, pazotësin e Berishës konkretisht, për të mobilizuar votë shqiptarësh, për të mobilizuar Partinë Demokratike, për të bashkuar Partinë Demokratike, dhe gjithë opozitën, s'mund ta fshejnë demokratët që i shërbejnë gënjeshtrës, duke thënë e ka fajin SPAK-u, e pas ka fajin populli, e pas ka fajin SPAK-u, e ka fajin Rama që bleka vota, se çfarë presin ta që mos blejmë vota Rama? Jo, këta duhet bëjnë vota, se nuk janë 200-300.000 vota më pak se sa në 2021. Në 2021 u afruam me 30.000 vota ne, plus LSI-në atërshme. Nërsa sot jemi gati 300.000 vota diferencë. Ja, nuk janë shqitur 150.000 shqiptarë, 300.000 shqiptarë, jo. Se nuk janë shtuar atë tjetrit, s'na kanë dalë në votim, nuk na mbështesin, nuk i pindim, nuk i motivojmë, nuk i japim shpresë. Po të bësh një politik me të njëjtin terminologji, si në 91-shin, si në 2025-ën, normal. Janë lodhur shqiptarët me atë. E qartë. Zoti Kadilli, ishte kënaqësi biseda me ju. Ju përshëndes. Faleminderit. Shumë faleminderit për këtë ftesë.